Mirë se erdhët. Sot do bëjmë diçka interesante. Do ndërtojmë një makinë. Jo një makinë të zakonshme, por një sistem. Një sistem i projektuar për të gjetur të vërtetën financiare. Po flasim për evidencën e auditimit, themelin absolut mbi të cilën ndërtohet i gjithë besimi në botën e biznesit. Okej, jeni gati? Le t'ja fillojmë. Mendojeni pak. Kur një korporat gjigante publikon shifrat, si dreshin mund ta dim ne që ato janë reale? Në këtë botën e sotshme, me transaksione marramendse, me një presion të jashtëzakonshëm për rezultate, si e ndajmë faktin nga fiksioni? E po, pikërisht kjo është pyetja thelbësore, dhe auditimi ekziston pikërisht për t'i dhënë përgjigje. Okej, ja si do ta ndërtojmë të makinë besimi hap pas hapi. Spari, do flasim për vetë besimin te numrat. Pastaj, do kalojmë të filtri rrezikut. Më pas, do zbërthejmë se çfarë dreqin është evidenca. Do shohim pohimet e menaxhmentit, pra çfarë testohet realisht. Dhe në fund, si e gjithë kjo punë dokumentohet për të bërë prova e hekurt. Mirë, letja nisim me sfidën kryesore. Duhet kuptuar diçka e rëndësishme. Auditorët nuk janë gjuetar presjesh të vendosura gabim. As pak, ata kërkojnë problemet e mëdha, ato që vërtet kanë peshë, ato që mund të ndryshojnë komplet vendimet e dikujt. Dhe këtu futet në lojë një koncept absolutisht kyç, gabimet materiale. Tani, një gabim material nuk është thjesht një pasaktësi. Jo, është një gabim kaq i rëndësishëm sa që po ta dinte, le të themi një investitor, mund të merrte një vendim krejtësisht tjetër. Kështu që, qëllimi nuk është perfeksioni absolut. Qëllimi është të mbrohemi nga vendimet e gabuara që bazohen në të dhëna false. Atëherë, si luftojmë këto gabime materiale? Përgjigjja është e thjeshtë, me evidencën e auditimit. Ky është i gjithë informacioni, çdo gjë që një auditor mbledh për të arritur në një konkluzion. Praktikisht, është karburanti që vë në lëvizje makinën tonë të besimit. Por prit pak. Para se të fillojmë të mbledhim prova kudo, auditorët duhet të kuptojnë rrezikun. Dhe jo si një ide pa qartë, por si një sistem i matshëm, si një mekanizëm. Ta mendojmë rrezikun si një seri filtrash, të projektuar për të kapur gabimet para se ato të arrijnë te raporti final. Dhe këtu vim te makthi më i madh i çdo auditori, rreziku i auditit. Çfarë është ky? Është rreziku që të japësh një opinion të pastër, pra një okay të madh, për ca pasqyra financiare që në fakt fshehin gabime materiale. Me pak fjalë, është dështimi total i sistemit. Tani, shikojeni këtë vizualizim, sepse është vërtet i fuqishëm. Imagjinoni të dhënat financiare siror që hidhet nga lart. Qëllimi ynë që në fund të mbetet vetëm rëra e pastër, pas një papastërti. Dhe për ta bërë këtë, përdorim disa sita, disa filtra. Ky model ka 3 filtra kryesor. I pari, rreziku inherent. Kjo është si stuhia, pra mundësia që një gabim të ndodhë që në fillim, thjesht sepse biznesi është i tillë. I dyki, rreziku i kontrollit. Kjo është mburoja e thyer, pra rreziku që kontrollet e brendshme të kompanisë dështojnë ta kapin gabimin. Dhe i treti, rreziku i moszbulimit. Kjo është lupa e auditorit, rreziku që vet auditori me procedurat e tij nuk e gjen gabimin që ka shpëtuar nga 2 filtrat e parë. Dhe çështja është se këto rreziqe shumë mohen me njëri tjetrin. Dëgjoni, auditorët nuk mund ta ndryshojnë dot rrezikun inherent apo atë të kontrollit. Këto janë pjesë e realitetit kompanisë. Ajo që ata mund dhe duhet kontrollojnë është rreziku i moszbulimit. Si, duke bërë më shumë punë, duke mbledhur evidencia më të mirë, ata e ulin këtë rrezik të fundit. Kështu sigurohen që rreziku total të jetë në një nivel, le të themi, pranueshmërisht të ulët. Mirë, tani le të flasim për vetë evidencën, sepse duhet ta themi qartë, jo të gjitha provat janë njësoj. Auditorët duhet të gjejnë një ekuilibër perfekt mes 2 koncepteve thelbësore kur mbledhin informacionin. Dhe ja ku janë 2 shtyllat, mjaftueshmëria dhe përshtatshmëria. Mjaftueshmëria është thjesht sasia. Pra, a kemi mbledhur mjaftueshëm prova? Nëse rreziku është i lartë, sigurisht që na duhen më shumë. Nga ana tjetër, përshtatshmëria ka të bëjë me cilësinë. A është kjo provë besueshme? A është relevante? Sepse mund të kesh një mal me dokumente, por nëse s'janë të besueshme, nuk vlejnë asnjë lek. Po, çfarë bën një evidencë me cilësi të lartë? Kjo listë e përmbledh në mënyrë perfekte. Ta mendojmë si një hierarki fuqie. Dëgjoni,
Një konfirmim nga një burim i jashtëm si një bank është gjithmonë më i fortë se diçka e krijuar brenda kompanisë, diçka që auditori i verifikon vetë, direkt, si për shembull kur numëron fizikisht mallin, është shumë më e besueshme. Dhe, sigurisht, një dokument origjinal, ai gjithmonë e mund një fotokopje. Okej, mirë. Auditorët po mbledhin prova të mjaftueshme dhe me cilësi të lartë. Por, për çfarë saktësisht po i mbledhin këto prova? Ata po testojnë pretendimet specifike, pohimet që menaxhmenti bën për çdo numër të vetëm në ato pasqyra financiare. Dhe kjo është pika thelbësore, kur një kompani thot, ne kemi 10 milion euro cash. Ajo nuk po thot thjesht një numër. As pak. Ajo po gën një sër pohimesh të pashprehura. Po thot, këto para ekzistojnë vërtet. Këto para janë tona. Kjo është vlera e saktë e kështu me radhë. Çdo numër është vetëm maja e icebergut. Dhe këto janë ato pohimet kryesore si një checklist për auditorin. Së pari, ekzistenca. A ekziston vërtet kjo gjë? Pastaj, plotësia. A është regjistruar gjithçka që duhej? Tjetra, të drejtat dhe obligimet. A i takon vërtet kompanisë kjo pasuri? Më pas, vlerësimi. A është këto shuma e duhur? Dhe në fund, prezantimi. A është gjithçka e klasifikuar dhe shpjeguar siç duhet? Okej. Në fund të gjithë kësaj pune të palodhur, çdo procedurë, çdo provë mbledhur, çdo konkluzion, gjithçka duhet të dokumentohet me një përpikëri absolute. Sepse në botën e auditimit vlen një rregull i artë. Nëse nuk është e shkruar, nuk ka ndodhur kurrë. Pik. Dhe ky regjistrim quhet letrat e punës. Kujdes, këto nuk janë thjesht shënime të hedhura në një blok. Këto janë prova themelore që auditimi është bërë siç duhet, sipas standardeve. Praktikisht, ato tregojnë të gjithë rrugën logjike, nga të dhënat fillestare deri te opinioni final i auditorit. Dhe këtu kemi një pikë absolutisht kritike. Letrat e punës janë pronë e auditorit, jo e klientit, janë konfidenciale dhe ato janë mburoja kryesore e auditorit nëse puna e tij vihet në dyshim ose akoma më keq përfundon në gjykat. Ato janë dëshmia e gjykimit profesional. Dhe kjo diagram këtu e tregon në mënyrë briljante se si të gjitha pjesat bashkohen në fund. Këtu shihet qartë se si skedulet e detajuara, regjistrimet korriguese, pra gjithçka e dokumentuar në letrat e punës, bashkohen për të ndërtuar dhe mbështetur ato numrat final që shohim në pasqyrat financiare të audituara. Dhe ky citim e thekson një dalim thelbësor. Letrat e punës nuk duhet të vështrohen si zëvendësim të shënimeve kontabël të klientit. Pra, ç'do të thotë kjo? Dokumentacioni i auditit është një gjë më vete, një regjistrim analitik i pavarur. Ai nuk zëvendëson librat e kompanisë, por është një analizë kritike e atyre librave. Pra, ja ku e kemi. Kemi ndërtuar një makinë të strukturuar me rrezik, evidencë, dokumentim. Duket pothuajse mekanike apo jo, por në fund të ditës e gjithë kjo makineri varet nga diçka tjetër, nga gjykimi profesional, skepticizmi dhe integriteti i auditorit. Sistemi të jep kornizën, por është njeriu ai që e bën të funksionojë. Dhe kjo ndoshta është pjesa më kritike dhe më e vështirë për t'u matur nga të gjitha.